që mos me lëshu pikë si do nësë brenda. Ballkani me shumë vështërsi, po falë formës të mirë Kryeziut, i cili këtë sezon pëzëllon sezonin e jetës me golla asiste. Një asist i mirë, Tolaj shihet një rritje e tij e ndjeshme këtë vit. Shumë i saktë në momentet e fundit ku shëmbet edhe 10 sekonda ndoshta deri përfundon ndeshja. Drita e ftoftë si komplet këtë sezon njëjtë, domethënë nuk zhvillon ai farë futbolli shumë spektakolar, po e din çka don. Edhe i dënon ekipet kundërshtare, një barazim i Prishtinës që po besoj me këtë barazim titulli mos që nuk diskutohet. Ka me luftu për qatë vend e tretë me Gjilanin. 9 pikë larg i bie tjetë nga vizita. 9 pikë larg me 9 ndeshje. E paretshme. Me 9 ndeshje të mbetura, Drita sidomos i zhvillon 6 ndeshje vendas në stadium të vetin, është shumë problem Dritën është paja këtë avantazhume, po. Në luftën për titull, një gabim i Prishtinës 3. Edhe për ata është shumë të vështirë, pasi start me Vllapin është 8 pikë shumë larg, njëjtë edhe Drenica. Tjerat ekipe Apo vendosën ekipet? I kanë do pak gjonat, me thonë, ka me për të mbjetesa, besoj që Vllapi. Regjia, shfaqe tabelën, shfaqe, s'ka problem. Shfaqe me 2 drita. Nuk mund ta përmirësojmë, do ta bëjmë, sepse e di edhe publiku ata që punojnë shitha gazi gabojnë. Po. Bile milion kësha thonë me shuk na i dritë, se po bëhet shumë. Okej. Ja, kjo është tabela. I bie që vetëm në pozitën e dytë është Ballkani, kështu që... Po. Okej. Edhe Ballkani shkon Dritës. Në rrethin e 4. Në Gjilan, po. Rrethin e 4, po besoj që Drita... Ti pe favorizon Dritën për titullin kampion? Po, besoj që po Drita është shumë me avantazhume. Okej, babaj? Me rezultatet e fundit, Drita po bën ato që intereson që ta bëj, sepse po i godet kundërshtarit aty kur po janë ku po i bjen koncentrimi, edhe pse jo në lojë spektakulare, por me rezultat po i arrin ato qëllimin e vet. Kurse te Ballkani unë nuk e di, përveç ndeshjes me Dritën, ka 5-6 ndeshje që e shoh shumë të vakët, nuk e di se çfarë po ndodh, sidomos sot pas golit parë që ishte pjesë parë, e posh që